Merrni turshi dhe i përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto nënt probleme. Dije gjërësisht se dieta luan një rol të rëndësishëm në mirëqenien e përgjithshme. Një ullum timiri shkencor i botuar në revistën Molekular Psikiatri ka treguar se marrja e një diete të pasur me ushqime probiotike dhe të fermentuara mund të ndihmojë në uljen e niveleve të stresit. Në studim, pjesëmarrësit morën ushqime prebiotike dhe të fermentuara. Studiuesit i referohen kësaj si një diete psikobiotike e cila përmban ushqime që synojnë mikrobiomën dhe mbështesin edhe shëndetin mendor. 45 pjesëmarrës të moshave, nga 18 deri në 59 vjeç, u ndanë rastësisht në 2 grupe. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Grupi i parë konsumoi sipas piramidës ushqimore, që do të thotë se ata konsumonin një dietë të lartë në karbohidrate dhe më pak në yndyrna dhe të moderuar në proteina. Pjesëmarrësit në dietë psikobiotike morën 2 deri në 3 porcione në dietë në ushqime të fermentuara duke përfshirë lakrën trushi. Rezultatet treguan gjithashtu edhe një reduktim të niveleve të larta të stresit. Shkencëtarët përdorën pyetësor për të vlerësuar nivelet e stresit të pjesëmarrësve. Ata zbuluan se grupit të cilët patën një dietë psikobiotike kishin rezultate të dukshme më të ulta edhe në perceptimin e niveleve të ndryshme të stresit. Për më tepër, sa më të përkushtuar të ishin pjesëmarrësit ndaj dietës psikobiotike, aq më pak të stresuar do të ndiheshin ata. Gjithashtu ruajtën gjithashtu edhe cilësinë e gjumit. Autorët vunë re gjithashtu se cilësia e gjumit u përmirësuar në të gjithë vullnetarët. Kjo mund të jetë për shkak të disa faktorëve. Bakteriet e zorëve prodhojnë rreth 95% të serotoninës së trupit, e cila ndikon gjithashtu edhe në disponim dhe është një pararendës i melatoninës, hormonit cili rregullon gjithashtu edhe nivelet tuaja të stresit. Mikrobioma e zorëve kontribon në prodhimin e acidit gamma aminobutirik, i cili prodhon qetësim dhe ndihmon edhe në cilësinë e gjumit. Mosha mbi 60 vjeç e sipër që zakonisht kanë probleme me gjumin, është mirë që t'i konsumojë turshit në dietën e tyre. Prandaj, konsumi një diete që ushqimi përmban mikrobiomën e zorëve siguron gjithashtu bllokë ndërtuese mjaft të rëndësishme edhe për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, me substanca që nxisin gjithashtu edhe cilësinë e gjumit. Ushqimet e duhura mundet të parandalojnë sëmundjen dhe të shpëtojnë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Ushqimet e shëndetshme janë të dobishme për një sistem të fortë imunitar që largon viruset pushtuese, ndonse mund të duket sikur nuk është në dorën tuaj. Shmangni virozat e shtinës duke ushqyer edhe me produktet e duhura për të mbrojtur organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sistemi imunitar është shumë i rëndësishëm dhe ka nevojë për një ushtri të mirëfillt ushqyese që luftojnë gjithashtu edhe bakteriet e ndryshme që gjenden në organizmin tuaj. Prandaj, përfshirja e duhur e ushqyesve në dietën tuaj mund të luajë një rol kundër këtyre komplikacioneve, të mbajë larg shqetësimet e organizmit dhe të rrisë gjithashtu shëndetin e përgjithshëm. Sistemi imunitar është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e tij në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe si rezultat sjelljen e mbrojtjes së imunitetit. Sistemi imunitar është në mbrojtjen më të mirë. Nëse dëshironi të qëndroni të shëndetshëm edhe më energjik, duhet të keni një sistem imunitar më të fortë. E gjithë kjo mund të nisë edhe në rritjen e vlerave tuaja ushqyese. Ekspertët këshillojnë në konsumin e produkteve të duhura në dietën tuaj, si një zgjidhje mjaft të mirë për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët tregojnë se duke rritur florën bakteriale të stomakut do të rrisni edhe imunitetin. Një gjë që mund të arrihet fare lehtë me këtë është edhe përfshirja e produkteve të duhura ushqyese që vijnë kryesisht edhe nga turshit, të cilët përmbajnë element probiotik. Sistemi gastrointestinal përbën 70% të sistemit tuaj imunitar dhe mund të ruajë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të bakterieve kundër këtyre komplikacioneve.
Ekspertët këshillojnë në konsumin e turshive si një zgjidhje efektive kundër sistemit të dobët imunitar. Probiotikët që gjenden te këto produkte do të luajnë një rol pozitiv edhe në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Turshit, pavarësisht mënyrës se si konsumohen, janë të mira për organizmin. Pavarësisht nëse i hani ato vetëm ose i vendosni gjithashtu edhe në hamburgerin tuaj, aroma e uthullës mund të jetë një zgjidhje efektive për dietën tuaj të shëndetshme. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e produkteve të duhura ushqyese. Një prej tyre janë edhe përgatitja e turshive vetë në kushte shtëpie. Kështu rezultatet e tyre ushqyese do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e mikrobiomës suaj. Fancat e turshive ndoshta i kanë bërë vetë shpesh pyetjen vetes: a duhet i konsumojmë ato në mënyrë të ndryshme? A duhet i konsumojmë ato që i përgatisin vetë ose ato të dyqanit? Disa njerëz besojnë se është vërtet një gjë e mirë kur bëhet fjala për organizmin që ato të konsumohen sa më në formë natyrale. Kryesisht të përgatitura vetë në kushte shtëpie, turshit do të luajnë një rol pozitiv mbrojtës në dobit të shëndetit, duke mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët këshillojnë që turshit janë ndër ushqimet më të mira në rritjen e florës bakteriale të stomakut, gjithashtu edhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Në këtë rreth, ato mund të luajnë një rol pozitiv edhe në nxitjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Turshit luajnë një rol pozitiv edhe në rritjen e sistemit imunitar. Turshit ose ushqimet e fermentuara janë një burim kryesor i antioksidantëve të cilët forcojnë muskujt dhe gjithashtu edhe sistemin imunitar. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do të luajnë ato. Turshit janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e zorrës. Konsumi i turshive është me të vërtet një burim i mirë i probiotikëve, që ju ndihmon në shëndetin e përgjithshëm, por gjithashtu edhe në kujdesin më të mirë të shëndetit të zorrëve. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të luajë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve, citon Elthisaj. Nëse doni kocka më të forta, atëherë turshit duhet të jenë pjesë e pandare dietave tuaja. Shumë prej ushqimeve të fermentuara janë të pasur me kalcium, të cilat do të forcojnë kockat. Kalciumi ju ndihmon që të keni kocka edhe më të shëndetshme, prandaj sugjerohet të hani turshit të përgatitura vetë në kushte shtëpie për të pasur kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Ideja është që turshit të konsumohen sa më natyrale dhe kryesisht ato të cilat përgatiten vetë në kushte shtëpie për të evituar sasinë e tepërt të natriumit në to. Turshit janë një burim shumë i mirë i pasur i fibrave. Ato do të rrisin gjithashtu edhe energjinë e trupit tuaj. Janë ushqim ideal për diabetikët, ndihmojnë gjithashtu edhe në mbajtjen në kontroll të niveleve të kolesterolit. Janë një burim i pasur me antioksidant, përmbajnë prebiotik dhe luajnë një rol pozitiv në nxitjen e elementeve ushqyes të organizmit. Dhe mos nguroni që t'i keni pjesë të pandashme të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato do të luajnë për ju. Ushqime të pasura të tilla mund të përmbajnë edhe element të mirë për kujdesin e zorrës, ndihmojnë në absorbim edhe në tretjen e lehtë të ushqimeve. Ato janë një aleat i mirë i shëndetit të lëkurës. Gjithashtu, konsumi i turshive mund të luajë një rol të mirë edhe kundër mbipeshës. Sipas të dhënave, mikrobioma të njerëzit mbi peshë është krejt ndryshe nga njerëzit që nuk kanë peshë normale. Disa bakterie të mira mund të nxisin përdorimin me efikasitet të kalorive nga ushqimi dhe akumulimin e yndyrnave në trup, gjë që mund të shkaktojë edhe mbipeshë. Një peshë e shëndetshme është e rëndësishme në parandalimin dhe trajtimin e diabetit të tipit 2. Ekuilibrat e bakterial të stomakut ndikojnë ndjeshëm në sistemin imunitar. 80% e imunitetit ka rrënjën në stomak, ndaj pikërisht këtu nis gjithë lufta kundër infeksioneve. Turshit janë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt, citon studimi. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.